Një 37 vjeçar nga Tirana ka rënë në prangët e policisë së shtetit pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet spanjolle për veprën penale të kultivimit të bimëve narkotike. Në kuadër të një operacioni të mirë organizuar i koduar operacionale A76, uniformat blu kanë bërë të mundur lokalizimin dhe arrestimin e tij në kryeqytet. I arrestuar është shtetasi me 2 identitete, Gjergji Cekasi, i njohur ndryshe dhe si Gjergj Kola, banues në kryeqytet. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së shtetit, ndaj tij është lëshuar urdhër arrest ndërkombëtar pasi gjykata e Malagës në Spanjë me vendim të datës 14 nëntor 2025 i ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale të kultivimit të bimëve narkotike. Pas arrestimit të tij, Interpol Tirana në koordinim të ngushtë me Interpol Madridin do të vijojnë procedurat ligjore për ekstradimin e 37 vjeçarit drejt Spanjës, ku ai do të përballet me drejtësinë për akuzat që rëndojnë mbi të. Policia e shtetit ndër të tjera thekson se do të vijojë bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar për goditjen e kriminalitetit dhe vënien përpara drejtësisë së personave të shpallur në kërkim, pavarësisht vendodhjes së tyre.